Dëshiroj që të shpreh shqetësimin e qeverisë së Republikës Kosovës për ndalimin dhe procedurat që po zhvillohen ndaj kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish ministri i Republikës Kosovës zotin Ramush Haradinaj, i cili është ndalur nga autoritetet franceze në bazë të një flit arrestit motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi. Më lejoni që të ritheksoj qëndrimin e padilemt të qeverisë së Republikës Kosovës kundër këtyre flet arresteve të Serbisë, të cilat janë akte plotësisht paligjshme, të padrejta dhe me tendenca të qarta për të provokuar tensione, konflikte dhe për dëmtuar proceset evropiane në rajon dhe ma gjerë. Ne kemi bërë të qartë që në momentet e para të ndalimit të zotit Haradinaj, se gjitha digasteret kompetente të qeverisë Kosovës janë duke angazhuar me kapacitet plot dhe vazhdojnë të punojnë me prioritet plot për të kontribuar në çdo formë për lirimin sa më të shpejt zotit Haradinaj, në mënyrë që ai sa më shpejt kthehet në Kosovë. Aktet e ndalimit të zotit Haradinaj, por edhe të personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se janë akte të palejueshme, duke pasur parasysh edhe faktin se zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare, në 2 raste pafajësinë e tij, andaj ne presim që zoti Haradinaj të kthehet shumë shpejt në Kosovë dhe po ashtu presim që edhe qeveria franceze të ketë parasysh se këto flet arreste janë krejtësisht politike dhe nuk kanë asnjë bazë juridike dhe bazë ligjore. Ndërka që qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë angazhimin e gjithanshëm që akuzat e paligjshme, të padrejta dhe tendencioze të Serbisë ndaj personalitete kosovare sa më parë të shpallen të pavlefshme,